A ka hetime? Sepse ju thatë që situata e krimit zgjedhore është një situatë e hapur e dëgjohet edhe në ambiente publike. E përmenda në fjalën time që ndjekja penale për krime zgjedhore nuk mbaron me fushatën zgjedhore. Edhe për vitin 2026 që ne nuk kemi në një periudhë zgjedhore, janë regjistruar 2 procedime penale për krime zgjedhore. Pra, ndjekja penale funksionon gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm në vitin zgjedhor apo në periudhën zgjedhore. Për sa i përket rastit që pra problematikës që përmendët në lidhje me praninë e oficerëve në njoftimet që ju keni bërë, sigurisht që edhe mund të ketë raste vonesash, por nëse rikthehemi propozimit tonë të parë, pikërisht prandaj duhet edhe ai koordinimi më i mirë institucional, që edhe nëse nuk është i pranishëm një oficer hetues në atë moment për të marrë një kallëzim që duhet të jetë depozituar në formën e parashkuar me ligji, mund të jetë një punonjës i shërbimit tjetër gjyqësor, i detyruar që të vi sa më shpejt dhe të kryejë veprimet e para hetimore. Tani te pyetja e fundit, pyetja e 6, ju keni punuar vetë gjyqtarë dhe mendoj që keni qenë gjyqtar i Zotit. Nëse unë do vija në seancën tuaj dhe do thoja që kam dëgjuar që flitet që janë paguar 600.000 euro për zgjedhje në këtë qark, po ta pranoni si provë për të akuzuar dikë tjetër? Jo, kështu flasim. Ne, pra, jo do ndalë, jo pa dashur që pra sigurisht flitet, mund të ketë perceptime, mund të ketë opinione, por vendimarrja e sesionit të prokurorisë duhet bazohet kur ekzistojnë provat. Dhe përgjegjësia shkon atje ku të çojnë provat. Dhe ne kemi theksuar të gjë, e kuptojmë që ka një perceptim të tillë. Ka dhe pritshmëri shumë të larta për institucionin e SPAK-ut. Por në fundit vendimarrjet, edhe pse janë ato numra, janë nisur në ato raste që janë siguruar prova sipas mënyrës parashikuar me ligj, në mënyrë që të kemi një vendim gjyqësor të suksesshëm për akuzën. Për sa i përket arrestimeve, nuk ka kapacitete operacionale SPAK-u që sot të bëj arrestime të personave në kërkim. Siç është një fenomen shqetësues për ju, mund të jetë edhe për ne, sepse edhe ne kemi disa të kërkuar me masa sigurimi në mungesë apo të dënuar në mungesë, vendime të cilat nuk janë ekzekutuar. Dhe ky është një shqetësim real dhe kemi ngritur vazhdimisht këtë shqetësim. Nuk mund të themi nëse kjo është me dashje apo nga pamundësia. Aman, rezultati është i dukshëm.